Fruthi është një sëmundje virale shumë infektive më i zakonshëm tek fëmijët e vegjël që mund të çojë në komplikime serioze nëse nuk je i vaksinuar. Rënja e nivelit të vaksinimit ka rritur rastet me fruth dhe përpasoj ka shkaktuar viktimat e para në Texas, në Amerikë. Në Lushnjë, për situatën që jemi, nuk ka raste me fruth, thot Mimoza Kote, krye vaksinatore. Për situatën që jemi aktualisht në rrethin e Lushnjës nuk ka raste me fruth, as të dëshuar dhe as të konfirmuar. Vaksinimi për këtë periudhë ka ecur në rregull. Kemi gjithsej për 3 mujorin e parë 166 fëmijë që janë të moshës 1 vjeçare. Tani nga këta 122 e kanë bërë në kohë vaksinën. Pjesa tjetër për arsye të virozave, të sëmundjeve që kanë fëmijët e kanë bërë pak më vonë, por në fund të 3 mujorit vaksinimi është 100%. Domethënë të 166 fëmijët 1 vjeç e kanë aplikuar. E njëjta gjë është edhe për fëmijët e moshës 5 vjeç. Që jemi një çik më të rritur në këtë moshë dhe pretendimi i prindërve për ato arsyet e autizmit e njërën tjetër nuk qëndron dhe vaksinimi është 100%, është i plotë. Nënat janë të ndërgjegjësuara, personeli shëndetësor ka bërë punën e vet. Mendoj se në këtë situatë jemi mirë. Jemi mirë dhe me aplikimin edhe me ecurinë.